Një skandal i rënd ka shpërthyer në SPAK, edhe pse janë hedhur miliona për mbrojtje kompjuterike, në fakt sistemi i prokurorisë së posaçme është hakeruar. Sipas gazetarit Arsen Rusta, disa javë më parë, pas mesnate, sistemi i alarmit në SPAK u aktivizua. Oficerët e BKH-s morën një sinjal telefonik që tregonte se dikush kishte hyrë në mënyrë të paautorizuar në rrjetin e tyre. Personi që kishte arritur të depërtonte ishte Arnold Rokaj, i cili tashmë është arrestuar. Ai ka hyrë te kompjuteret e prokurorëve Behar Dibra, Enkeleida Milonaj dhe Elida Kaçkini. Këta tre hetues po punojnë mbi dosje të rëndësishme që përfshin raste nga krimi i organizuar deri tek zyrtarët e dyshuar për korrupsion. Menjëherë pas sinjalit të alarmit, agjentët e BKH-s dhe stafi i teknologjisë së informacionit u paraqitën në puna të mesnat. Nga hetimet rezultoi se autori i këtij veprimi ishte Arnold Rokaj, i cili kishte shpërndar materialet e marra tek Zambak Gjonaj, ish zyrtar i Burgut Vlorë, dhe më pas tek shokët dhe të njohurit e tij. Disa nga këto materiale kanë përfunduar në celularin e një zyrtari të burgjeve, si dhe tek një zyrtar i lartë në Ministrinë e Bujqësisë. Ky i fundit u pyet disa ditë më parë nga SPAK, ndërsa telefoni i tij u kontrollua nga hetuesit. Ndër materialet e vjedhura nga emailët e prokurorëve, ndodhen edhe ato që lidhen me zyrtarët e hetuar, çështjen e inceneratorëve dhe krimin e organizuar. Fal ndërhyrjes në kohë, u parandalua aksesimi nga Rroka i rrjetit të laboratorit sekret dhe kompjuterëve të drejtuesve të SPAK. Ky skandal dhe ndërhyrja e paautorizuar është ende duke u hetuar, ndërsa disa materiale rezultojnë të kenë përfunduar edhe tek telefona politikanësh.